Miq të nderuar, përshëndetje nga Gryka e Kaçanikut. Siç po shihni edhe vetë këtu prapa meje, autostrada nga Kosova po i afrohet vend kalimit kufitar me Maqedoninë në Blac, duke përgëzuar palën kosovare për punën që po bën, për përfundimin e këtij projekti të rëndësishëm. Në gjatësi prej 55 kilometra, më lejoni t'ju informoj se edhe punët përgatitore për ndërtimin e projektimin dhe ndërtimin e pjesës tonë të autostradës nga Shkupi në Blac, në gjatësi prej 13 kilometra, veç më ka filluar intensivisht. Rrugët janë arterjet kryesore për zhvillimin e një vendi, por kur ato lidhin dy shtete fqinje, shndrohen në ura miqësie ndërmjet popujve dhe njerëzve. Për këtë projekt strategjik për vendin tonë, është folur shumë në të kaluarën. Mirë po për shkak pengesave të shumta, përfshirë edhe ato politike, sikur është lënë në hares. Por tani e gjithë kjo i takon të kaluarës. Si zëvendës kryeministër, kryesoj me grupin e ministrave dhe institucioneve kompetente të obliguara nga qeveria për realizimin e këtij projekti. Në këtë drejtim, Sekretariati për Çështje Evropiane ka siguruar veç më 1.3 milion euro fonde për projektim dhe studim terrenit për ndërtimin e kësaj autostrade. Grupet teknike veç më janë në lëvizje dhe në terren. Pikërisht nga ky vend kalim kufitar këtu prapa meje në Blac, vitin e kaluar ka pasur 2.7 milion kalime me vetura në dyja drejtimet, që e bën Kosovën partnerin kryesor ekonomiko-tregtar të Republikës së Maqedonisë. Vitin e kaluar kemi eksportuar rreth 190 milion euro produkte në Kosovë, kurse kemi importuar vetëm 40 milion euro, që tregon për një suficit të dukshëm tregtar në favorin tonë. Mos harrojmë se në 2011 Maqedonia ka eksportuar 420 milion euro produkte në Kosovë. Tani kjo vlerë është përgjysmuar për shkak ndërtimit të autostradës që lidh Prishtinën me Tiranën. Dhe nëse këtyre shifrave u shtojmë edhe 30 milion euro në vit, shpenzime që qytetarët kosovar bëjnë në Maqedoni për shërbime shëndetësore, atëherë gjitha këto tregojnë për rëndësinë e ndërtimit të autostradës Shkup, Blac dhe ndikimin që e ka ky ndërtim në ekonominë e vendit.